Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot pranë jush do të vi me dy histori të radhës. Janë dy histori shumë të dhimbshme, shumë të rënda. Janë sakrificat e nënave dhe do të kuptoni që bota vërtet nënën e ka fal heroin. Historia e parë fillon nga një zonjë 34 vjeçare e cila ka dashur të rrëfej jetën e saj. Ka dashur të rrëfej dhimbjet e saj dhe atë të kaluar të hidhur që në jetë ka kaluar. Unë jam 34 vjeç. Në letër, sepse brenda vetes në shpirt ndihem një grua që i ka jetuar të gjitha, që i ka shijuar dhe duruar të gjitha të mundshmet që jeta ja ka servuar, që ka mbartur mbi stupe shumë dhimbje se sa një njeri që mund të duroj në dy jetë. Dikur besoja në dashuri, ishte koha kur e njoha atë, burin që do të më kthente botën përmbys. E takova në rrjetet sociale, si shumë histori moderne. Fillimi ishte i ëmbël, plot premtime, fjalë të ngrohta për kujdesje dhe ndjeshmëri që më bënin të ndjesha sikur isha njeriu më i rëndësishëm në jetën e tij. Në 3 vitet e para të martesës, më mbante në pëllëmbën e dorës. Më quante gruan e jetës së tij, më përkëdhelte, më bënte të besoja se dashuria e pastër ekzistonte. Kur mbeta shtatzën, ndjeva sikur Zoti më kishte dhënë dhuratën më të bukur në botë. Djali ynë lindi dhe me të erdhi një dritë, një frymë jete që më mbante gjallë dhe në ditët më të lodhshme të jetës time. Por bashkë me të, pa e kuptuar mirë se si dhe pse filloi edhe ndryshimi. Ai që dikur më adhuronte, u ftoh. Fillimisht në fjalë, pastaj në vështrime, në gjeste e më pas në tërësi. Nuk e njihja më. Ai nuk ishte buri që kisha dashur. Nuk mund ta quaj dashuri atë që jetova, sepse një dashuri e vërtet nuk mbaron. Një dashuri nuk të braktis, nuk shkel, nuk largon. Ajo që ndodhi me mua ishte një përplasje dhimbjesh e zhgënjimesh, një grackë nga e cila zdia si unë të dilja. Punoja si sanitare në një shtëpi për të mbajtur veten. Djali dhe prindërit e tij ishte e vështirë që të mbaja të gjithë familjen. Unë isha vetë grua e vetë burr. Askush nuk e kuptonte sa e lodhur isha. Askush nuk e dinte sa net pa gjumë kaloja duke u lutur që të mos më mungonte bukë për djalin tim, që të mos më sëmurej nga i ftohti apo nga uria. Kur djali bëri 1 vjeç, ai u largua, thjesht iku. Nuk e mora vesh as nga kush, as ku. Si një njeri që mbyll derën dhe nuk kthen më kokën mbrapa, na las një zog në kafaz, pa krah, pa dritë e pa shpresë. Ditët e para pas largimit të tij ishin si të isha mbuluar me një re të zezë. Nuk arria të mendoja as për të nesërmen, u gjenda e humbur midis 2 zjarreve, e dashuria që s'ishte më dhe përgjegjësia për një jetë të vogël që më shikonte me sytë e pafajshëm. Pas 1 viti heshtje, erdhi një mesazh. Unë nuk do të kthehem më. Gjej një zgjidhje vetes. Një fjali e thatë, e ftohtë, si një dënim me vdekje e pa gjyq. Ai e kishte mbyllur kapitullin e tij me ne, por unë nuk dija si ta mbyllja timin. Atë ditë nuk doja më të jetoja, po kur e pash djalin tim, ai më dha forcën e të gjithë botës. Ai ishte arsyeja pse unë zgjohesha në mëngjes dhe luftoja.
përse shtypja ditët përpara dhe pse më rëndonin sigur. U përshëndeta me prindërit e tij, pa mledh edhe pa lot. As nuk e ktheva kokën pas kur dola nga ajo shtëpi, sepse doja t'i lija dhimbjet pas asaj dere të mallkuar. Mora djalin tim në krah dhe u nisa në rrugë. Ishim veç 2 vetë në këtë botë kaq të madhe, pa shtëpi, pa ndihmë e pa familje. U strehuam në një ndërtesë të vjetër ku arrita të gjeja një dhomë me qira. Fillova punë pastrimi në një tjetër shtëpi. E përditshmja u bë e njëjtë. Punë, djali e lot në jastik. Por ndjeja që po jepja vetes edhe atij një mundësi të dytë për jetë. Dhe sa po fillova të marr pak frymë, pak më lehtë, jeta më goditi më fort se kur. Në mëngjes, djali im nuk u zgjua. As lotët, as britmat, as ambulanca nuk e kthyen më. Ai vdiq. Dhe bashkë me të, vdiqa edhe unë. Jo trupim, por shpirti im u varos po atë ditë. Dhe që atëherë, unë jetoj me trup, por pa shpirt. Frymoj, por nuk jam gjallë. Lumturia u shua. Shpresa u fik. Ëndrat u varosën bashkë me djalin tim. Shpesh e pyes Zotin, pse? Pse më zgjodhi mua për këtë rrugë kaq të dhimbshme? Çfarë kisha bërë kaq keq që nuk meritova as dashuri, as qetësi e as një jetë normale? Nuk kam më pritshmëri, nuk kam më dëshira, e vetmja gjë që më mban është kujtimi i syve të tij, buzëqeshja e tij, e fjalët e para që nuk do t'i dëgjoj më kur. Ai ishte drita ime në errësirë, ishte shpresa ime, arsyeja pse përballoja gjithçka. Tani jam vetëm një trup që endet në këtë botë me një bar mbi shpinë që nuk e sheh askush, por që më rëndon çdo ditë më shumë. Kam mësuar të mos pres asgjë nga askush. Kam mësuar që jeta është e padrejtë. Kam mësuar që dhimbja nuk vjen vetëm një herë, por gjithashtu kam mësuar që nënat kanë forcë të çuditshme, sepse edhe kur janë të thyera në copa, ato ngrihen sërish për të jetuar, jo për vete, por për kujtimin e atyre që i kanë dashur më shumë se gjithçka. Ka net që më zë gjumi me sy të lagur, dhe kur zgjohem me vetmja gjë që dua është kisha një çast me djalin tim, një përqafim, një buzëqeshje, një mama. Por këto i kam vetëm në kujtesë, aty ku shpirti më çon sa herë që bota më ngufat me heshtjen e saj. Kam mësuar të përqafoj dhimbjen si shoqen time më të ngushtë. E kam pranuar që jeta nuk do t'jetë më kur ajo që ishte, sepse kur humbet një fëmijë, humbet gjithçka në jetë. Shpesh më ndodh të shoh në rrugë nëna me fëmijët e tyre dhe më mbushen syt me lot. Jo nga zilia, por nga mungesa, nga ajo ndjenjë që më ngjitet në gryk dhe më merr frymën. Më vret që nuk kam mundur ta çoj djalin tim në shkollë, të shoh rritjen e tij, të dëgjoj ëndrat e tij, dhe kur më thon do bëhesh prap nën, unë thjesht hesht. Sepse askush nuk e zë vendin e një fëmije të humbur. Askush. Sot jetoj në një botë që nuk më përket. Jam si një hije që ecën mes njerëzve dhe përpiqet të duket e fortë. Por vetëm unë e di se çfarë stuhie kam brenda meje. Kam ditë që më duket se do të shmëndem, e të tjera ku heshtja më mbështjell si një mantel akulli. Njerëzit nuk e kuptojnë, ata më shohin, më flasin, por nuk më ndjejnë.
sepse askush nuk mund ta ndjejë një nënë që ka humbur fëmijën, përveç një tjetër nëne që e ka përjetuar atë plagë të njëjtë. Ndonjëherë i shkruaj letra djalit tim, i ja dërgoj në qiell me shpresën se ndoshta fryma ime mbërin atje. I tregoj sa më mungon, sa e dashur e sa e zbrazët është kjo botë pa të. Dhe në fund të çdo letre i premtoj, mami do të vi tek ti një ditë, por jo sot, sepse sot duhet të jetoj të mbijetoj për ty, derisa të vjen dita të të përqafoj sërish e përjetësisht. Kjo ishte historia e parë, një dhimbje. Zoti gjithmonë i merr ato që i don pranë vetes më herët dhe ne duhet pranojmë realitetin. Mesazhi që unë do t'jepja është ky që kur mos i thuaj Zotit pse mua më ndodhi kjo gjë, por falendero Zotin që djalin ta la deri në ditën kur ai kishte caktuar dhe kujto momentet më të bukura me djalin tënd, sepse ne nuk do të jetojmë në këtë jetë, ne të gjithë do të ikim një ditë. Kush më herët e kush më vonë është normale dhimbja shpirtërore, por le t'i themi Zotit që faleminderit që na përzjodh dhe ne të kalojmë këtë dhimbje. Tani do kalojmë me historinë e dytë. Historia e dytë është një dhimbje e njëjtë si kjo. Jam Sebahati, jam 58 vjeç dhe jetoj e vetme në një fshat të vogël, të haruar nga Zoti dhe njerëzit. E vetme në një shtëpi ku heshtja më flet më shumë se çdo zë njerëzor. Kam vendosur të flas sot, jo se kam shpresë që kjo dhimbje do të lehtësohet, por sepse dua të tregoj se çfarë është vërtet vuajtja. Jo ajo që më ndodh kur s'të ecën ndonjë ditë, por ajo që të djeg kockat për çdo ditë, për çdo natë, për çdo frymarrje. Kam pasur një jetë të thjeshtë, jam martuar e re, një martesë pa shumë dashuri, por me shumë përkushtim. Bashkëshorti im vdiq kur ishte vetëm 40 vjeç. Një infrakt i papritur më mori njeriu që me gjithë të metat ishte krahu i djathtë i jetës time. Më la vetëm me një djalë 8 vjeç. Sytë e mi, fryma ime, jeta ime, në atë moment e kuptova se më duhej të bëhesha edhe nën, edhe baba, edhe shpresë, edhe mbështetje, edhe jetë, edhe forcë për birin tim. Por jeta nuk më dha asnjë lehtësi. Pësova probleme me dramat e këmbëve. Më rëndohej çdo ditë shëndeti im, çdo shkallë, çdo përkulje. Nuk mund të punoja dot. Nuk kisha as fuqinë e as mundësinë. Vëllezërit më ndihmonin me aq mundësi sa kishin. Një thes miell, një bidon vaj, një palë rroba për djalin, por turpi më mbyste. Ishte e vështirë të kërkoja, ishte e vështirë të mos kisha. Djali im, ai ishte ëngjulli im. U rit me zvarfërisë, por ishte gjithmonë i butë, i sjellshëm dhe i qetë. Nuk kërkonte shumë. Ndonjëherë më thoshte mami, bukë me ujë të kisha, boll të isha afër teje. E puthja në ballë dhe përqafoja fort, duke u përpjekur ta mbaja dhimbjen brenda, që ai të mos më shihte. Netët i qaja fshehur azi, vetëm kur ai flinte. Kur ai mbushi 18 vjeç më tha, mami, unë do t'i iki në Itali. Nuk dua të vuash më. Do punoj, do të dërgoj lek, do të nxjerr nga kjo kasoll. Më ra zemra, por nuk i tregova. E mbajta buzëqeshjen, vetëm që ai të ndjehej më i fortë. E përcolla me lot në sy, pa ditur se do ta shihja për herën e fundit. 4 vite qëndroi në Itali. Më telefononte shpesh, më dërgonte para. Jo shumë, por mjaftueshëm që mos vdisja urije. Më thoshte po punoj në ndërtim, mami. Shumë punë, por do të bëjmë një jetë të mirë. Zëri i tij më mbante gjallë. Doja të bëhesha mirë, të më ngriheshin
Këmbët që kur të kthehej të dilja ta prisja në rrugë ti thosha, erdhe biri im, erdhe të marrë ngjallësh zemrën nënës, por jeta kjo e pabes më mori dhe atë. Një ditë me shi të ftohtë në Torino, ra nga një skele ndërtimi. E mora vesh nga një telefonat e thatë e akullt. Një zë më tha, na vjen keq, djali juaj nuk arriti të mbijetoj. Ashtu, me kaq fjalë, bota u shem përreth meje. U bë një errësirë që se përshkruan dot as fjala. U ula aty ku isha, në një stol të prishur përpara shtëpisë time dhe nuk u ngrita për orë të tëra. Çdo frim ishte si thik, çdo kujtim si zjarr. Nuk kam më dritë në sy. Vetëm shikimi i tij më ndriçonte këtë jetë të errët. Çdo ditë që zbardh është një ditë pa kuptim. I bëj vetes pyetjen, pse? Pse u dashka që dikush të humb gjithçka për të parë të tjerët që nuk e çmojnë asnjë gjë? Dëgjoj njerëz këtu që ankohen për gjëra të vogla. Pse nuk i shkroi buri? Pse se mori shoqja në telefon? Pse nuk dolën në kafe? Do doja të kisha një kafe me djalin tim. Qoftë edhe një copë buke të thatë, por pranë ti. Kur ha ndonjëherë më del kafshata nga lotët që më mbysin. Kur fryn ere ndjej sikur më flet, e thëras me zë të ulët si nën, zë sa herë më merr malli, biri im, ku je? Më sill një herë atë zërin tënd, ma përqafo shpirtin se jam duke u copëtuar. E ndjej mungesën e tij si të më mungonin organet e mbrëmshme, si të më ishin kputur këmbët, si të më kishin nxjerr shpirtin. E di që nuk do të më kthehet, por nuk e pranoj. Çdo natë flas me të si të ishte aty, i tregoj për ditët që zoqtë, për retë, për qenin që ende qëndronte porta sikur e pret. Prandaj po ju flas juve që keni gjithçka por nuk e kuptoni. Ju lutem mos u anko për gjëra të vogla. Mos e shpërdoroni jetën që keni, se ka nëna si unë që nuk kanë më asnjë gjë për të pritur. Ka nëna që flen me një fotografi në një astek dhe kur zgjohen me shpresën boshe, se ndoshta ishte një ëndër e keqe. Unë jam se bahati, jetoj me dhimbjen time dhe kjo dhimbje nuk më lë të jetoj. Ajo është bërë trupi im, është bërë fryma ime, por nuk dua mëshirë, dua vetëm të më dëgjoni. Të kuptoni se vuajtja ime nuk ka fjalë, por ju mund ta parandaloni vuajtjen tuaj duke e çmuar atë që keni përpara se ta humbni. Djali im nuk është më, por unë do të flas për të. Do bëj që bota ta di se ai ekzistoi, se ai më dha gjithçka dhe se ai më mori me vete kur iku. E sot jam thjesht një nën që ecën me kujtime dhe frymon për të treguar historinë e djalit të saj. Faleminderit që më dëgjuat. Mos harroni kur dhimbja më e madhe nuk është ajo që duket, por ajo që nuk shihet, që rifshehur thellë në zemrën e një nënës të vetmuar.